Në një botë ku inteligjenca artificiale dhe teknologjia po ndikojnë në arsim, në biznes, në tregun e punës, tashmë nuk mjafton më thjesht të zotërosh disa aftësi digjitale në përdorje, por si ti përdorësh më tej ata. Pra, po flasim sot në episodin e Business Plus për një nga aftësitë më të rëndësishme të momentit, ato aftësitë digjitale. Për të diskutuar se ku ndodhet Shqipëria në këtë drejtim dhe si mund të ndërtojmë një brez më të përgatitur le të themi për ekonominë digjitale, kemi të ftuar Blerina Guga, CEO e Junior Achievement Albania. Blerina, faleminderit që je sot me ne. Faleminderit juve për ftesën. Kur flasim për aftësi digjitale, Blerina, shumë njerëz e lidhin vetëm me përdorimin e disa pajisjeve, le të themi. Kemi një telefon në duar, të gjithë zotërojmë një laptop apo një PC edhe të rinjt dhe themi që okay, këto janë aftësi digjitale, por në fakt pyetja ime do të ishte çfarë do thotë vërtet jesh një qytetar që zotëron aftësi digjitale. Është super interesante jo vetëm tema, por edhe fokusi në definicionin, në përkufizimin e aftësive digjitale në këtë kohë që jetojmë dhe sidomos e integruar në arsim dhe përgatitjen e të rinjve. Ndoshta nuk jam njeriu më i duhur për të dhënë një përkufizim të saktë të aftësive digjitale, por është tërësia e aftësive për të komunikuar, mësuar, përdorur, menduar dhe komanduar në fund të fundit një makineri e cila në qoftë se deri dje ka qenë fizike, sot është digjitale. Në qoftë se deri dje të kishe një libër do duhet ta shpletoje, ta lexoje, ta kuptoje, në mënyrë paralele edhe aftësitë digjitale të nxënit, të mësuarit dhe të komunikuarit dhe aplikuarit asaj që di janë të njëjtat, vetëse të ngritura në një nivel aplikacioni shumë më të thjeshtë. Por që aftësitë digjitale vijnë edhe me nevojat më të larta për t'i zotëruar më mirë këto aftësi të menduar dhe të aplikuarit, që kjo makineri e padukshme, që na sjell vetëm produktin, të jetë sa më burimore ose me sa më shumë benefite për përdoruesin. Ju keni më thatë 6 vite eksperiencë CEO e Junior Achievement of Albania, po gjithashtu sigurisht keni qenë në të njëjtin sektor. Kështu që nga eksperjenca që ju keni me mira të rinj, më lejoni që t'ua them, si do ta vlerësoni ju nivelin e aftësive digjitale aktualisht në Shqipëri? Po, është e vërtet dhe ajo që shoh bashkë me skuadrën në zbatimin e programeve tona, ndoshta do ju surprizoj, po është një nivel shumë i lartë i të pasurit të aftësive digjitale të rinjve, bazuar në atë definicion siç e shoh unë, në aftësinë për t'i kuptuar dhe për t'i përdorur mjetet digjitale në funksion të nxënit të tyre. Legjenda urbane është që fëmijët dhe të rinjt i shohin gjithkohës për telefona dhe ndoshta jemi ne ata që nuk e kuptojnë se çfarë ndodh në këtë interakcion midis tyre dhe telefonit, dhe është detyra e të rriturve që këtë interakcion, këtë ndërveprim ta bëjnë funksional dhe ta bëjnë të shëndetshëm. Shumë interesante. Dhe duke e parë në këtë prizëm me numrat, me mirat e rinj që ne ndërveprojmë gjatë vitit në programet e Junior Achievement, shohim që interesi i tyre është i lartë. Njohurit e tyre janë të krahasueshme bashkë me shoqtarët në Europë, të paktën në rrjetin e Junior Achievement. Dhe ajo që shohim është një le të themi shkastësi e shtuar në përzgjedhjen e informacionit dhe mjeteve që atyre ju shërbejnë më shumë. Ne së fundmi kemi lançuar platformën e mësimit online, që është në funksion si të mësuese si të nxënëse prej janarit të këtij viti, dhe me lançimin gradual të moduleve GE, ne kemi 15 module që janë në kurrikul. Në muajt e parë kemi mira të regjistruar që nuk janë vetëm të regjistruar nxënës dhe mësues, por përdorues aktiv të platformës interaktive digjitale, e cila nuk zvendëson librin dhe momentin e ndërveprimit nxënës mësues apo nxënës, por është një mjet suplementar i cili i ndihmon nxënësit në varësi të natyrës tyre të mësuarit, të kenë një le të themi asistent qoftë në klasë, qoftë në shtëpi, dhe ne e rekomandojmë në të vetë mësuarit, në procesin e të vetë mësuarit, një mjet digital që ata i ndihmon pafund. Ashtu siç platforma ka mësime shkurtimisht teorike, ka shumë pyetje, kuice, ndërveprime, dhe shohim që sidomos këto të fundit, kuicet
edhe sfidat që janë brenda në platformë tërheqin numrin më të madh të fëmijëve të moshës, le të themi 10 deri në 15 vjeç, sepse janë mënyrat e reja se si i serviren. Pra që prapë kthejmë përgjegjësia është e të rriturve si ta bëjmë këtë njohuri digjitale, këtë le të themi shkathësi digjitale të rinjve shqiptar, që më besoni nuk kanë asnjë diferencë me bashkëpunëtorët e tyre në Europë, nëse ne ju ofrojmë mjetet e duhura dhe marketojmë tek ta ato cilësi pozitive të botës madhe virtuale. Po si mund ta bëjmë këtë? Pra ju e përmendët që kemi atë perceptimin që në të shumë të në rasteve është i drejtë, pra që të rinë shumë online. Dhe diferenca ndërmjet thjesht të qenurit të konsumatorit teknologjisë dhe përdoruesi saj për të cilë një produkt ndoshta ose për një vlerë tjetër, ka diferencë mes këtyre dy nocioneve. Absolutisht. Si mund ta bëjmë që fëmia të mos jetë vetëm ose i riu konsumator? Është një moment, domethënë, të thosha sfidues për të thënë një këshill jo vetëm si person që punon me edukimin alternativ ose atë që quhet në anglisht experiential learning, sepse ne këtë bëjmë. Dhe ndoshta në optikën e time dhe të Junior Achievement në gjithë aktivitetin që ne kemi, shohim një realitet më pozitiv se sa masa, më pozitiv se sa mesatarja, sepse shohim realitetin e në fëmijëve dhe nxënësve të angazhuar, të cilët janë të le të themi stimuluar pozitivisht nga ambienti që i rrethon, nga mësuesit, nga prindrit, nga bashkëmoshatarët, pra ata krijojnë një komunitet. Dhe unë mendoj që në mënyrë shumë modeste, thëmbra e akilit ose sekreti për të çuar të rinj drejt konsumimit me efektivitet të kësaj bote digjitale është krijimi i komuniteteve bazuar në interesat e tyre, në sfidat që ata kanë, ashtu siç ne kemi ngritur komunitetin e nxënësve të cilët merren me sipërmarrjen që në moshë të vogël, eksperimentojnë zbatimin e një kompanie ose një firme private në formën e lojës, duke shitur aksione dhe pastaj duke ndërtuar produkte dhe shërbime digjitale dhe jo vetëm. Pra mendoj që ajo pika e rëndesës do të jetë ndërtimi i komuniteteve që të ketë në bazë të interesave të rinjve. Dhe kjo do të jetë një proces, besoj, i gjatë edhe i vështirë, por që pikë fillimi mund të jetë këtu. Të nxënit ka ndryshuar jashtëmase, edukimi ka ndryshuar jashtëmase, nuk mund të veprojmë më me le të themi metodologjitë e katedrave pedante, të dhënit të urdhrave apo të testimit në mënyrë le të themi agresive të njohurive të rinjve. Ata duhen mikluar dhe duhen orientuar drejt një realiteti të ri. Që është i tyre, nuk është i joni, nuk është i qartë, po është fix brezi, domethënë që ka lindur në mesin e digitalizimit. Çfarë nevojit të sistemit arsimor shqiptar për të qenë pjesë e këtij transformimi? Ju jeni në kontakt edhe me shkollat publike dhe jo publike në Shqipëri? Është një mori gjëra që nevojiten. Duke filluar që nga infrastruktura, që nga shanset e barabarta për të gjithë nxënësit në çdo cep të Shqipërisë, në shkolla publike apo private, nevojitet një ndihmë, trajnim, mentorim i mësuesve në përgatitjen, në kuptueshmërinë dhe përdorimin e mjeteve tyre digjitale, sepse mësuesit janë mentorët, janë orientuesit dhe kemi një boshlik shumë të madh të aftësive të nxënësve për ta përdorur ose të keq përdorur mjetet digjitale dhe dijes së mësuesve për t'i orientuar në këtë proces. Edhe pse ne shohim në përditshmërinë tonë ka shumë trajnime të organizuara vetë nga Ministria e Arsimit, nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit parauniversitar, investime të ADF-s që është edhe donatori kryesor i Junior Achievement of Albania, që nga trajnimi i mësuesve që japin kodim që në klasë të parë, sepse u bën të paktën 5 vite që ka disa iniciativa paralele, të cilat po ndihmojnë një nga këto elementë që ju pyesni që për çfarë ka nevojë, por tani më edukimi digital i brezave të mësuesve
po bëhet aq i nevojshëm sa abetarja. Pra, në atë koncept ne duhet që të rriturit, mësuesit, mentorët, menaxherët, drejtorët e shkollave të hyjnë bashkërisht në këtë valë e cila nuk është më revolucion, sepse flasim që jemi në revolucionin digital, në fakt vala revolucioni digital ka filluar që në vitin 1991, që në 91 ishte një kuriozitet kur prodhimi i konsumi botror për prodhimin e softwareve kaloi konsumin botror për prodhimin e hardwareve. Pra jemi 30 vjet në një revolucion, 30 e pak vite në një revolucion që tani më është një fazë, siç lexova para pak ditësh, në fazën e qetësisë përpara shpërthimit, ku ne do të ecim shumë shpejt për t'i ofruar të rinjve tanë, por jo vetëm të rinjve, edhe të gjitha moshave aktive për punë, po pse edhe pensionistëve kur vjen te puna e edukimit financiar, vërtet. Kontaktin me digitalizimin në të gjitha format e veta, duke përfshirë edhe bankingun si një nga më elementet më bazik që i nevojit të gjithë brezave. Që i nevojit të gjitha brezave. Vërtet. Ndërkohë ne flasim që bizneset ka nevojë për njerëz, pra për fuqi punëtore, të cilët zotërojnë aftësi të caktuara digjitale në varësi të sektorëve ku operojnë ata. Çfarë mund të bëhet në drejtim që brezat e rinj të rriten dhe të zhvillohen më tepër me pikërisht me këto kompetenca që të ketë një përputhje me tregun e punës? Është një nevojë që ka qenë e përhershme. Pra që kur është folur për një dialog dhe që kur bota e biznesit e ka pranuar prej kohësh nevojën edhe rëndësinë e akademisë, e edukimit në përgatitjen e punonjësve që ata do të marrin së shpejti, vazhdon të thuhet që ka gjithmonë një hapësirë, një gap. Më duket se kjo hapësirë po thellohet sepse teknologjia po zhvillohet më shpejt. Absolutisht. Po thellohet dhe kjo është e vërtet, dhe bizneset e kanë luksin të investojnë shumë shpejt për fatin tonë të mirë në teknologji, në mjete digjitale, në zgjidhje digjitale që lehtësojnë punën e biznesit, rrisin produktivitetin dhe fitimin. Çfarë nuk ka luksin sistemi arsimor është në të njëjtën kohë, me të njëjtën fuqi dhe me të njëjtën shpejtësi të investoj dhe të injektoj buxhetin e nevojshëm që duhet në këtë drejtim. Kështu që unë e kam thënë edhe në biseda ose edhe në interviste të tjera, nisur ngushtë nga puna që bëjmë me GA dhe si Junior Achievement operon në botë. Është një program që operon në 140 vende dhe ka mbi 100 vite që është themeluar si mënyrë të menduarit për edukimin ndryshe. Që pikërisht të bënte këtë teste me hapin e sipërmarrjes, që të plotësonte nevojat e tregut të punës, dhe sërish ne vazhdojmë ta kemi këtë hapësirë, këtë gap, sepse kemi një mos përputhje midis, siç e thash, kapacitetit të biznesit për të injektuar buxhet, për të injektuar investime në teknologji, në rritjen e prodhimtarisë, respektivisht edhe të ardhurave të tyre dhe të fitimit, dhe të sistemit arsimor, i cili bazohet kryesisht, të paktën në Shqipëri, në përqindjen më të lartë të vetën, mbi 65% në sistemin shtetëror, dhe nevoja për të injektuar buxhet në infrastrukturë, në teknologji dhe në njohuri, rritje kapacitetet është eksponencialisht më e lartë. Kështu që duhet ndoshta është momenti për të rikthyer thirrjen biznesit që të kthehet tek investimi në edukim në një formë tjetër, dhe edukimi atyre që ti pret si punonjës të tut do të jetë reciprok. Pra, duhet investuar paraprakisht nëpërmjet programeve të CSR-it, në element shumë të thjeshtë ndonjëherë që bëjnë diferencë shumë të madhe në jetën e njerëzve, të rinjve dhe punonjësve që do marrësh. Mentorimi është një mjet i shkëlqyer që ndoshta nuk është masiv, por efektin ka efektin e gurit në një më të gjatë ndoshta se një laborator kompjuterik. Sigurisht që më të gjatë, sepse unë e përmenda në fillim kur u përpoqja të jepja për kufizimin e aftësive digjitale, që nuk është një aftësi që merret me një kurs, apo mësove një program i cili brenda javës mund të dalë jashtë përdorimit, sepse teknologjia po ecën me hapa të tmerrsisht të shpejt. Është një mentorim i të menduarit, i të kërkuarit, i mendimit kritik, i përgjegjësisë tek vetja, sepse të gjitha këto kanë një emërus të përbashkët që është vetë përgjegjësia dhe vetë kërkimi i individit tek vetja. Ne jemi ende në një moment ku duhet shumë të investojmë për ndryshimin e mentalitetit të punës.
puna është përgjegjësi e imja, e punë kërkuesit. Unë duhet përgatitem për tregun e punës. Nuk ka asnjëri për detyrë të më punësoj mua, nëse unë nuk kam aftësitë për të përshtatur në këtë treg. Kështu që ato sfidat tona janë të shumta, por që unë jam më besim plot, të paktën në rrethin e njerëzve që më rrethojnë dhe për dishmërinë time jam nga më optimistët për sa i përket orientimit të rinjve tanë në tregun e punës, sepse unë shoh të rinj që po e krijojnë tregun e punës. Me startupet që kanë dalë nga programet GA, që tani janë 14 në treg, ata janë punëmarrësit, ata janë sipërmarrësit që punësojnë jo vetëm veten, por skuadra nga 5 deri në 15 persona. Operojnë në tregje lokale në Tiranë dhe në disa qarqe të Shqipërisë, ashtu si edhe 5 deri në 6 tregje europiane. Pra, shumë çka po ndryshon. Ne nuk kemi luksin t'i ndjekim dhe t'i dokumentojmë të gjitha. Okej. E përmendë disi mendimin kritik. Dhe do doja që të pyesja në fakt, përveç këtyre aftësive teknike, le të themi që ne i përmendëm, sa të rëndësishme janë vërtet mendimi kritik, pra të ndërtojmë breza që dinë të mendojnë kritikisht, që të kenë disa aftësi të tjera bazë që lidhen ndoshta edhe me sigurinë kibernetike që shumë pak e njohin apo e zotërojnë. Si e mendoni këtë proces, domethënë, ose përdorimin e përgjegjshëm të inteligjencës artificiale te me momentit kë? Është vërtet te momentit dhe siç folëm edhe para se të fillonim regjistrimin, ne kemi disa programe komplementare në Junior Achievement për të shërbyer tre shtyllave kryesore që kemi, që është edukimi financiar, sipërmarrës dhe gatishmëria për punë. Dhe programi Debating Economics është njëri prej tyre që zbatohet si në shkollat e mesme dhe universitete dhe kanë në cel mendimin kritik, pra kultivimin e mendimit kritik, kërkimit edhe debatit të shëndetshme të ideve që janë kryesisht orientuara drejt sfidave ekonomike globale. Dhe tema e vitit kaluar që u rrah në nivel universitetit ishte pikërisht niveli i përgjegjësisë së përdorimit të inteligjencës artificiale, kufizimet etike të saj, rëndësia e kuptueshmërisë dhe sigurisht që mendimi kritik është, le të themi, elementi kyç që mund të sigurojë njerëzimit në përgjithësi përdorimin etik dhe të përgjegjshëm të inteligjencës artificiale. Sepse ndërsa lexoja para ca ditësh listën e profesioneve që nuk ekzistojnë akoma dhe po fabrikohen në nivel botror, është trajnuesit etik të modeleve LLM, që janë modelet si ChatGPT, Cloud e të tjera, është një nga profesionet që ka një projekcion rritje shumë të lartë në botë. Dhe pikërisht është mendimi njerëzor, mendimi kritik, mendimi etik, aplikimi i parimeve etike njerëzore në një model tani më digital, i cili duhet të shërbejë pikërisht prapë njerëzimit. Kështu që është thelbësore që ne të bëjmë pikërisht atë që e nisëm këtë bisedë, zhvillimin e mendimit njerëzor me mjetet ose le të themi me inteligjencën tonë natyrale për të komanduar, trajnuar sa më mirë ato modelet inteligjencë artificiale që do të na shërbejnë po ne. Blerina, si përfundimi i bisedës tonë sot, nëse do të jepni disa rekomandime konkrete në funksion të ndërtuarit një brez digitalisht të aftë në Shqipëri, cilat do të ishin ato? E para do ishte t'i lëm fëmijët të lirë në një liri të shëndetshme dhe të orientuar drejt lojës, sepse loja është ajo që e bën fëmijën të mësojë dhe sidomos në hapat e para të nxënit. Në qoftë se nuk e njeh një proces, në qoftë se nuk e njeh një mjet, nuk e njeh një, le të themi, aplikacion, me që flasim për digitalizimin, askush nuk mund të di ta përdor atë thjesht sepse ju dha përpara. Kështu që t'i lëm të lirë të eksperimentojmë, por të kujdesemi në mënyrë shumë të lartë, pra me një kujdes shumë të lartë në ndërveprimin njerëzor me ta në procesin e të nxënit. Më shumë se sa nga mjetet, nga aplikacionet, nga telefoni, tableti, syzet VR, fëmijët vazhdojnë të mësojnë nga ndërveprimi njerëzor dhe digitalizimi në ndërveprimin njerëzor mbetet një mjet.
do ta mbyll me një kuriozitet që edhe mua ka vite që më ka bërë shumë përshtypje mbi sistemin tonë arsimor global, nuk flas në Shqipëri. Arsyeja pse shkolla fillon në shtator dhe mbyllet në qershor, sigurisht që fillon me revolucionin industrial, kur prindrit të cilët u desh të dilnin në punë, ju duhej një moment ku të rinin këta fëmijë. Pra u dolëm nga një sistem agrar shumë i gjatë dhe periudha kur fëmijët nuk i duheshin më sistemit agrar dhe prindërit duheshin në fabrika dhe në industrinë e rëndë të shekujve më parë, shkolla pati këtë fragment nga kohor, nga shtatori në qershor kur fillojnë të kohrat. Dhe ende jemi në një sistem arsimor që i shërben një sistemi ekonomik bujqësor tani, jo industrial. Kështu që është momenti që bota është në një moment të transformimit të arsimit. Para 3 vjetësh Kombet e Bashkuara për herë të parë bën një konferencë globale për transformimin e arsimit. Pra, nevoja është aty, nuk është vetëm e jona sfida. Sfida jonë është që të rinjt tanë t'i lëmë të lirë dhe t'i inkurajojmë në vetëvlerësimin, në mendimin kritik, për t'i inkurajuar të qenë të barabartë në këtë treg konkurrues, sepse për herë të parë po kemi shansin që digitalizimi dhe mënyra e përhapjes së njohurive dhe praktikave digjitale nuk varet nga kufi dhe mjafton dëshira dhe një infrastrukturë shumë e vogël që fëmijë më besoni në shkolla fshatra të Shqipërisë dhe jo të qyteteve kryesore vinë me zgjidhje digjitale të jashtëzakonshme. Dorina, faleminderit sot për bisedën në Business Plus. Faleminderit juve për ftesën.